Election Room starton mbrëmjen e sotme në televizionin Skan si një emision dedikuar fushatës elektorale të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Në këtë format të përditshëm, që transmetohet live në orën 20:00, do të ketë fokus jo vetëm ngjarjet e ditës, por edhe analizën e premtimet elektorale nëse janë të realizueshme apo jo ekonomikisht. Është një kontribut që televizioni Skan po jep për këtë proces zgjedhor në mënyrë që qytetarët të kenë mundësinë të zgjedhin pra në mënyrë dur atë alternativën që do duan pas 11 majit. Krahas analizës së premtimeve, në emision do të sjellim statistikat më pikante të këtij procesi zgjedhor. Skan Inteli këtë herë në Election Room vjen me kalkulatorin në njërën dorë dhe me kuriozitetin nga ana tjetër, sepse faktet interesante gjithmonë kanë një histori nga pas dhe ndërkohë nga ana tjetër premtimet kanë disa llogari për të bërë. Një hapësirë të rëndësishme në Election Room zën edhe kandidatët që vinë më afër votuesve me një profil ndryshe nga i fushatës. Është një rubrikë që synon të sjellë pranë qytetarëve kandidatët përtej kostumit dhe kollares, por për të njohur profilin e tyre familjar, backgroundin nga vinë dhe çfarë synojnë të sjellin në politikë, me çfarë do ta bëjnë ata diferencën. Do të kemi 2 kandidat për çdo emision, pra çdo natë. Skan TV është i përkushtuar për të sjellë pranë shikuesve një transmetim të paanshëm dhe profesional, fokusuar në ekonomi për gjatë gjithë fushatës zgjedhore.